Dhe një ndhim e dytë që Zoti neve na jep për mu udhëzu në jetën e kësaj botet, është jo ma larg se rrethi jon, mjedisi jon, ku jetojmë, dhe gjithësia, krijimi i universit në përgjithësi. Pra, edhe gjithësia, edhe mjedisi ku jetojmë, ka një shenjë, ka një ajet. Kjo botë ku jetojmë na, është një mësojnëtore, është një shkollë hyjnore, edhe çdo gjë duhet me pa me mësim, pra me synin me marrë mësim, sepse Zoti ka vënë shumë argumente edhe në jetën e përditshme. Pra edhe Kur'anin e lexon besimtari, por Zoti e mëson besimtarin edhe në jetën e përditshme duke i dhënë argumente të ndryshme. Sepse ti e shef shumë mirë se një njeri që e bën i kyt edhe i kyt, çfarë jetet ka edhe çfarë përfundimit ka. Dhe ai tjetri që bën të kundërtën, që degeneron dhe që e shtremnon jetën e tij me vese dhe me gjana jo të bukura, jo të mira dhe me padrejtësi, çfarë rrjedhet jeteset ka ai njeri edhe çfarë përfundimit ka. Njeriu që ka mend i shef këto argumente. Prej të gjanat më të vogla që shohim në për çdo ditë në jetën tonë, e deri tek krijimi i tokës, i maleve, i qiejve, i planeteve tjera, i yjeve e tjera. Pra prej të më vogla deri të më mëdha janë shenja që ai që e shef me zemër të pastër, ai që e shef me synin për me marrë mësim, për i mend ka mësime të mëdha. Pra kjo ishte e dyta. I para Kurani, i pari, i dyti bota ku jetojmë.